Do filloni të bëni pak stërvitje apo hiç? Me zi për prisja. A baby G? Normalisht që do bëjmë. Normalisht, pra normalisht. Normalisht. O baby G, po qa tha Artani, kur I thoje ti se më more my pillow? Kush është pillow? Kush është pillow? Artani, Ledion, Artani është një person që kupton gjithë shka, ma pëlqen shakat e Artani. Po qa thua, Artani e ka pasur anglisht në 4 o të. Ku kupton gjë Artani anglisht? -4. -4, Artan, me qëra fjalla, kur ti ke qënë në shkollë, qëfar gjuhe bëhej atëre, rusisht? Frëngjisht. Pa hë njëherë frëngjisht? Vetëm një ka pas, zhytem vetëm, ka që dion. E ka pas zhytem. Po kur zhytem është këshu me ato duart këshu, apo? Jo, zhytem. Zhytem. Po ku t'ja thoje këtë zhytem? Ja ke thënë do njërës këtë? Në atë kohë kur pësoja frëngjisht. Ose më vonë, se... Po më vonë, ma që ja kam thonë, si skutohet. Ku t'ja ke thënë, mo aman? Po, për herë, ku t'i gjonë sa herë, po për herë, po t'lu të më, për herë të parë dhe të funit ja kam thonë nusës time. Nusët. Po si së soli asë gjë ajo, Artan, si së soli, është e të mërshme, ti pas ke thënë dhe zhytem asaj. Ka kuptuar nga pim zhytem. Po le djonë se ty ka dhe përqitet me këto zhytjet në pishin, që Ideja është, me thënë të drejtën është, si që është pak njëri I serë dhe shumë e regullt. Edhe gjithmonë kam hongër më thojza kritika për këto gjyrat e teprume që bëjë edhe ndoshta është mërzit. është mërzit pra se ti shkoni futesh brikenës ashu edhe kush e di qa me ndonë. Kam thënë, që? Jo. Mund t'jetë kjo? Faktikisht, ajo pjesa e brikenës vërtet është edhe pashtë të tashi në televizor, do më thënë se kështu I thejna ne mo. Po, në televizor, po. Te kjo televizor I madhe. Dhe realisht, nuk ishte në diçka të hishme, por unë me brikenën u takum, folëm, I dham dorën njërin tjetër, pavarësisht sa ja ka vështirë. Po hajde se brikena atë pun ka, brikena jep dorën Mateos, po ta jep ka ty. Ja, dëgjoj, unë, brikena kur ka diçka që don ta bëj, thot e bëj unë kur du vetë dhe di. Po lëre mo brikenën, lëre, ore të isha unë. Mos më kishte sjell mua gruaja diçka aty, po si unë mos më mbante vendi, unë do dilja nga bigu, mo. Po ja, mos... Ndjem, ka një gjë tjetër. Dëgjoj, ideja është që... Mos rri, se shikon Mirin dhe Rogertin ata në rehat, se gratë e tyre I kanë sjell lulet. Atyre po shikoj nga Senaldo. Senaldo të lutem, më shiko pak në dritë syni. Total këtë jam. Senaldo vetëm ashtu të shikon, nuk di të shikojnë ndryshe. Ska rrug tjetër. Qa shikon të sytë e mi? Jo, unë them që për ty sot ka një super surprizë, them unë. Stenaldo ka një shqis të 6, kështu që eja me mua të dhoma e rrëfimit. Që është a I, mor Artan? Artan, qa ka? Me thonë drejtën është një majmun shumë I vjetër. Edhe faktikisht ka shumë, po pakten bi 20 vjetë, a më shumë, 25 vjetë. është një nga ato majmune që kam pasë të dhuratë. Dhe çuditërisht kjo, kudo që shkojshim, dhe më thonë që në përshpi, gjithmonë nuk ishte prezent. Sepse tash po vi edhe pak me atë arushin e Brikenës, pa ish më I madh. E pra se me ata arushin e Brikenës talleni ju. Po pra. Shiko si pas ke mbajti atë picirukun 25 vite. Po prapë, shefti që bota rrotulloka është portokalli. Mërtani. Ja, do këtë dhe ma unë tash këtu. Më trego pak për çfarë të lidh realisht me Arushin, shakat më njanë tani. Se Arushi është thjesht një objekt. Normal është një kujtim, nuk është problem. Diskutohet se përtej asaj shakas që po bënim. Është një Arushi ka qenë nga dhuratat në atë kohë.
të cilin realisht dhe çuditërisht është dhe më thonë një dhuratë shumë e bukur. Dikur edhe thyshim edhe nga Arush Puçaku. Kështu e kisha emrin pak a shumë edhe. Realisht Arushin ta ka bërë ajo ty apo ti asaj? Po normal që unë e kam bërë. E mban mend ku ishe? Mendoj ke rruga Bogdanme? E qartë tha? Ta them unë? Ta them fiks? Po. Realisht është njëri shumë e sert, shumë e rregullt. Duhet shumë guxim, domethënë unë kur shoh edhe Mateon, kur shoh me Bërkenën që aty duhet të jesh shumë i guximshëm që t'i afrosh një ferme të tillë siç e kam unë. Dhe kur e kam dhënë, i thash, se çkaron diçka në qërpik, thash unë. Edhe mbyllë pak sytë e mbylli, do t'i që unë mora guximin dhe e putha në buzë. Edhe ajo nuk e priti faktikisht. Sa qef. Dhe qyja ditë pastaj përfundimisht, sepse edhe goditjen e bëra shumë të fortë edhe që të thysh një akull të tillë do një goditje të përqendruar edhe shumë të fortë dhe ki gjesh dhe momentin për ta bërë. Nuk është pse duhet ti patjetër të presish se çfarë do bëj një fermer që e don. Duhet gjesh ti momentin e duhur për ta godit, sepse ferma realisht është e brish, por shumë e fortë si femër, sepse edhe unë jam rrit nga një femër. Po, ti e rritur nga një nëna jote, e cila ishte shumë e ka qenë e fortë, i është dashur të jetë e fortë, për shkak se babai ju la kur ti ishe 8 vjeç. I vogël, shumë i vogël. Faktikisht, fermat e forta, unë gjithmonë shoqet që i kam, edhe shoqet në jetë, unë kam shumë pak shoqe, po janë të forta, vërtet të forta. Dhe unë a di sekretin se si mundesh t'i afrosh atyre, sepse kur rritesh nga një femër e fortë, ja din shumë mirë kë ka pikë dobët. Pra, gjithmonë më kam pëlqyer që çdo shoqe që kam pas, mikesh, apo që i kam tashi, mund të kem 2 ose 3, përveç lidhje që normal dy bashkëshorte, sepse unë kam edhe shoqe, i kam vërtet që janë shumë të forta dhe janë më pëlqejnë si njerëz, dhe nuk kam shumë shoqe. Është shumë e bukur forca që ti tani ke. Është shumë e lavdërueshme fakti që vjen në Big Brother në një kuptim për të rikonfirmuar faktin që e jeton jetën edhe e do jetën edhe si kundër ke bërë pa praninë e kamerave edhe publikut në të shkuarën që çdo vështirësie i ke vënë gjoksin përpara edhe ke thënë do e kaloj edhe këtë, të njëjtën gjë je duke bërë edhe tani. Edhe pse me mënyrën se si e jeton Big Brotherin tënd, të rralla janë momentet që je treguar i sinqert e i hapur për të treguar pak nga vetja jote. Unë do doja që tani publiku të njihte siç nuk të ka njohur kurrë më parë. Shohim bashkë. Unë jam Artan Kola. Mbaj mend kur isha i vogël, ishin shumë të lumtur dhe vërtet kanë qenë një çift të mrekullueshëm, se me thënë drejtën kanë qenë një çift shumë të bukur, domethënë si babi si mami. 74-ën lind fëmia e dytë, në 76-ën Albani vllai tjetër. Dhe Leonardi 78. Brenda 5 vjetë, përveç vllait Albanit, humbi jetë. Dhimbjen më të madhe kam kur babai im vdiq në moshën 30 vjeçare. Mami im ishte në atë kohë 26. Fati i bëri që ato të dy të ndaheshin. Marrëdhëniet e mia me mamin ne ishim shumë shok. Neve thjesht shikonim njëri tjetrin me sy. Kuptoheshim shumë mirë. 1997, 2000. Ky 3 vjeçar ka qenë viti më i trondit i jetës time. Në fund të korrikut më thotë që vllai ka një Greqi dhe nuk komunikon
një periudhë shumë të gjatë me neve, as me mua, as me mami. Nona filloi të rëndohej shumë nga ana psikologjike dhe kaloi në një stres të jashtëzakonshëm. Çdo kërcitje derës, çdo hap që ishte në shkallë, priste alarmat. Nuk e dinim se ku ishte. Me 27 mars të 98-ës, në orën 8 darkës ne po rrinim në shtëpi të dy, ndërkohë plasi një hemorragjie jashtëzakonshme. Dhe marrë urgjencë dhe çon në spital. Nuk dëshim me fund në operacion. I them pse nuk e fuzin tash. Po një nga aty enfermerët i shpëtoi goja, i thanë, e po mami jo thash me kancer. Kthehem në dhomë. Ajo e pa që në shëprej. Nuk kishte të flisja. Ishte në gjendje shumë të rëndum. Në afrën krevat, tha ullu këtu, tha. Unë e di, tha, që kam. Dhe me doja me vetën time duke thonë, nuk arritit pakten, të kitë mundësi pakten, të shihoj ato gjëra që ajo i ka ngritur me thoj. Priste që çdo moment, edhe kur ishim në dhomë, vedem sytë. Nga Albani. E mbajmë vend që më ka thonë kaq, o Zot, aty ku të shkej këmba jote, të ke vlerën mbyllur. Në orën 8 mëngjesit, pra të datës 28 nëntor, të 98-ës, mama ime me moshën 46 vjeçë. Më mbylli sytë për jetës. Nuk pa një ditë bardhë, sepse nuk e meritë. Ishte stresi tjetër, edhe që më mundon të shumë që ishte vllai im Albani. Në 2000 më vjen një show i më thot, hajde thot se ka ardhur Albani. E shkoj atje, takoj Albanin, ku ke qenë. Ma ato ishte fikimet e veta, i them për mamin. E normal që filloj të qante, sepse ishte nëna, po në njëjtin vit, a i largohet përsëri mas 3 muaj në Greqi. E njëjta gjë, gjithmonë prisja që Albani të merrte në telefon. 23 vjet, pa ditur fare se kër ishte. Në 2023-shin, një miku im, unë Albanin e kam gjetur dhe punon në Filan Venthët dhe të shkojmë të takojmë të dy bashkë. Ishte një grek dhe aty ishte dhe Albani. Futëm brenda, Albani më pama dhe ngriu. I dha dorën ai dhe i thash, Alban, si e mirë? Më tha greqisht, që si e si, tha. Alban, thash, unë jam tani, thash, në lajot. Së njoftë. Thot ky Berti, thot, a ka mundësi dalësh pak për jashtë? Po me thërë ndola unë. Ndërkohë thot, a i njeh Adeltit? Po tha, ja, e njoh thash, të vllai im, tha Artani, tha. Pse u sollën atë në mënyrë? Sepse tha, unë këtu tha, ju kam thënë tyre grekëve që unë nuk kam asnjë njeri. Faktikisht u shokova jashtëzakonisht. Nuk dija ç'a të bëja. Dhe akoma në sot që po flas me ju, nuk e di fare se ç'a ka njeri. Më mundën vetëm prekja e durave. Mas ikës Albanit, e kam njoh rastisht, si thënë dashurim shikim parë, bashortin time që është sot, Lirin. Një ka qenë një nga mbështetjet kryesore të asaj që unë jam sot. I dhash dorën, pak më e gjatë se unë. E ne e pash në sy, një palë sy shumë bukur. Dhe kur e dhash dorën, fillova të ndjesha shumë mirë me te, sepse ka ajo shisha në nënën time për çdo gjë. Ka qenë dhe është fat që unë jam atë. 2003-2010 ne s'kishim fëmijë fare. Aty filloi një stres shumë të madh, sepse ne tentonin, po realisht ajo nuk po arrinte. Me 12 tetor të 2010-ës lind Kevi, djali unë i parë që ishte një
nuk kam qatë temi, ishte një përshkrimi është zakonshëm. Pastaj në 2015 lind edhe Arli, edhe u bëhe familja, të cilën unë gjithmonë e kam urdhëruar. Në maj, Lili pati një dhimbje shumë të fortë koke. Bën atë analizat tanë që kjo ka një krizi të vogël të cipës trurit. Edhe kjo është një periudhë shumë e vështirë për mua, sepse ajo shkon në Rom, shtrohet në spital atje. Më kujtu periudha e mamit në atë kohë prap. Nata vjen, son të zëris të dëgjohe, presi vetëm në këtë natë, pres të shoh ty.